ndaj kësaj figure kaq komplekse dhe një figure që mund të shkatronte dhe mund të krijonte tërmet në vetë politikën shqiptare. Megjithatë, unë kam qenë tek ata persona që kur e kam analizuar Ervis Po, Martinaj, kam thënë që për aq kohë sa nuk ka një kufom, personi është gjallë. Një person i fuqishëm, një person tepër i aftë nga pikpamja profesionale, një biznesmen i suksesshëm i atyre viteve, ka pas mundësi që të largohet apo të jetë brenda territorit dhe mund të ketë bërë qoftë edhe ndryshime të pamjes së tij dhe mundet të jetë sikurse shumë raste në botë janë rishfaqur përsëri. Fakti që nuk ka ende një gjë lidhur me hetimin me atë shoqëruesin e tij që punonte në strukturën që punonte shoqëruesi i tij, ai nuk foli asnjë fjalë. Kaloi në heshtje ai moment që ai u dënua dhe përsëri u lirua dhe nuk pati asnjë lloj komendi nëse ai foli apo nuk foli, nëse ka dhënë apo jo lidhur me Ervis Martinaj. Prandaj vazhdon të mbaj enigm, qartë. por dhe politika është e interesuar që ai të mos jetë, sepse prezenca apo qenia e tij patjetër që do të jetë problematike. Por nëse do ishte i vrarë, të jeni të sigurt që do ta kishin publikuar sa më parë, sepse kanë qenë shumë të interesuar vetë politika, por edhe vetë grupet kriminale të cilët kishin vënë para apo kishin ato konflikte për shkak të jo vetëm të zonave të influencës, por edhe për arsye të lojave të fatit që ku ai ishte kontrolluesi i tyre. Madje loja e fatit ka qenë edhe një interes dhe një luftë politike e bërë dhe vetë majoranca. Kanë qenë disa operacione fundi marrëzisë i drejtuar nga një ish ministër i brendshëm. Ishte momenti i mbledhjes me forcë të atyre makinerive për treguar që ne e çmontuam këtë pjesë, por kjo gjë vetëm u ndalua dhe u rikalua përsëri o në formën që janë jo të deklaruara, ose një pjesë e tyre mund të rikthehen përsëri duke e kthyer përsëri atë ligjin e basave apo ligjin për lojët e fatit.